Ministrit, si që quajti dhe ai, ku zgjodhi vajzën e presidentit Trump dhe jo Davosin dhe bordin e paqes, ku Shqipëria ishte në tryez pa Ramën. Sipas jush, pse Rama nuk ishte në atë tryez? Vërtet për të respektuar Ivanka Trump apo diçka tjetër? Po, shiko, ka disa gjëra që edhe politika e vjetër i ka bërë mirë, me thënë drejt. Se unë nuk jam nihilist, nuk mohoj çdo gjë. Në ka një gjë që politika e viteve të kaluara që ka bërë batërdinë në çdo gjë e ka bërë mirë, është që Shqipërinë e ka orientuar sakt drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës, drejt strukturave euroatlantike, drejt Bashkimit Evropian dhe pavarësisht kritikave që unë mund të kem për shumë gjëra, në këtë drejtim mendoj që ka qenë orientimi i dur dhe ka qenë një veprim të cilin ne duhet ta vazhdojmë edhe në të ardhmen, që do të thotë orientimi jonë duhet jetë i qartë në atë drejtim. Në këtë botë që jetojmë, që nuk është një botë ëngjësh, sigurisht që ne si shtet i vogël na duhet me objektivitet të atashojmë përkundrejt aleancave të caktuara dhe mendoj që aleanca natyrale, e cila lidhet dhe me mirënjohjen që ne si kom duhet kemi, është ajo me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që kanë qenë aty kur na konsideronin pjesë një pikë që mund mos ekzistonte. Lutem, e mbarova. Pse ja fut kot Zoti Lubonja? Zoti Lubonja thotë që ja fut kot, për shembull. Kush? Zoti Lubonja në studio, po ju ndjek, thotë që ja fut kot. Unë kam mendimin tim, unë Zotin Lubonja po ta fash kështu ty që ti mos do të bësh debatin ti të gjallë edhe kështu, e unë e them, argumentoj po. Dakor, mbaroje. Zotin Lubonja në thjesht e respektoj. Zoti Lubonja në këtë Republikë është nga ata njerëz që unë i dua. Përtej kësaj, po ta shpjegoj se nuk u shoh, thjesht u dëgjoj. Ajo që po them është që të paktën siç e shoh, Shtetet e Bashkuara janë orientimi i dur. Sa i takon pritjes që ka bërë zonjës Trump, është një gjë që çdo drejtues shteti po të qenë në fazën që ndodhet Shqipëria, do ta bëjë me njësoj, sepse ne traditën e mikpritjes e kemi bazik. Kështu që në këtë drejtim nuk ka ndonjë wallë, ndonjë gjë të jashtëzakonshme këtu. Çdo kryeministër që do ta priste dhe në të ardhmen do t'i presë, do i përcjell miq që na vinë. Këtu nuk ka ndonjë gjë për t'u habitur. Jo, thjesht për ta mbyllur me këtë, ai ishte bindës së Rama në përgjigjen e tij. Kaq, lutem se më kthehet biseda ndryshe. Ajo që mendoj unë është që fakti që ai po mundohet ta promovojë kaq fort këtë pjesën, tregon që ai ka një hall shumë të madh, domethënë kërkon të fshihet pas gishtit. Nuk i fshihet dot hajdutërisë miliardë euro, janë 80 miliardë euro që janë menaxhuar nga qeveria e tij në këto 12 vite. Tani këto 80 miliardë euro janë bërë rushe kumua, e di mathe i vogël. Në këtë drejtim do duhet përgjigjen ata që të mësojnë dhe të tjerët që vinë pas, që ta dinë kushdo që vjen pas, ta di që me lekët e shtetit nuk bëhet më tallava. Në rregull, ta di qatë Driatiku i pari, i dyti e i treti, të gjithë me radhë. Duhet ta dinë që me lekët e shtetit nuk bëhet shaka. Lekët e ilaçeve duhet shkojnë te ilaçet, lekët e rrugëve duhet shkojnë te rrugët, lekët e sportit duhet shkojnë te sporti, e me radhë që të mos zgjatem. Kaq, kjo është. Mirë. Falenderoj shumë.